quhem Ardi Kambashi, vi nga Suareka, Kosovë. Merrem me rolin e video analistit te klubi FC Ballkani. Në çdo klub tash pothuajse është bërë nevojshme roli video analistit. Vendosa që të vi këtu, të jem i licencuar dhe sa më i avancuar për punën time të ardhmen. Po niveli i kursit deri tani ka shkuar shumë mirë. Profesori Alariko është shumë i qartë në shpjegimet e tij. Karrierën time për të ardhmen e shoh pas këtij kursi, besoj që do ta kem sa më të lehtë, sepse do të jemi licencuar. Shpresoj që të vazhdoj kështu. Për momentin jam në klubin më të mirë në Kosovë. Kemi marrë pjesë edhe në grupet e Conference League-s. Besoj që në të ardhmen do të jem edhe në klube më të mira, ose do të arrisim nivelin në klubin ku jam aktualisht. Unë jam Kentian Liçu, vi nga ekipi i Skënderbeut. Deri në këtë moment e kam qenë ndihmës trajner 4-5 vitet e fundit. Dhe tani po bëj kursin për videoanaliste pranë Federatës Shqiptare të Futbollit. Ka ardhur një kohë që videoanalisti është shumë i rëndësishëm në një staf futbolli. Do të jesh i aftë që të shikosh lojën e ekipit tënd, të kundërshtarit, ta lexojmë dhe të përpunosh të dhënat për të përgatitur se si do luajmë apo si do stërvitemi në një sezon të caktuar. Është shumë e rëndësishme që përveç kursit çdo individ duhet të vazhdojë, sepse nuk është kaq e thjeshtë që me 1 muaj apo me 2 muaj të mësosh gjithçka. Po natyrisht me kalimin e kohës e duhet studiuar, duhet vazhduar edhe kurset e tjera normalisht që të jesh me kohën. Unë kam kohë që po punoj me klubin, po tani këtu kupton shumë gjëra që shikon me një sy tjetër, një çik më thellë, më profesionale akoma. Kështu që besoj që do të na ndihmoj shumë. Unë jam Erion Velo, jam asistent arbitër në kategorinë e parë, ndërkohë bëj edhe analistin e dhënave apo planifikuesin për Vodafone. Kjo është dëshira ime, pasioni im, domethënë që të merrem me pjesën teknologjike të sportit dhe mënyra më e mirë për të marrë me pjesën teknologjike të futbollit në këtë rast, domethënë është analiza, videoanaliza, që ka normalisht lidhje edhe me data analizën edhe me videoanalizën të taktikave të ndryshme të skuadrës. Profesor Alariko është një nga më të mirët me që kam kuptuar domethënë edhe ndërkombëtarisht. Niveli i kursit është i lartë dhe është vlerësuar shumë si nga klubet vendase edhe nga klubet e Kosovës, kanë sjell personat e vetë që do merren me videoanalizë. Mua më pëlqejnë të dyja, domethënë si analiza e dhënave edhe sporti, dhe e shikoj si një pikë ku lidhet pasioni me punën time, dhe besoj se mund të kem një të ardhme shumë të mirë në këtë. Si videoanalist, besoj se po, dua ta praktikoj si fillim, domethënë, dhe pastaj me kalimin e kohës shohim se si do shkoj.